dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Sot mbahet protesta e tretë e opozitës para kryeministrisë për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Balluku. Sekretari politik i Partisë Demokratike Lushnjë Klement Çela para mediave u shpreh se është revolt në një datë simbolike me pjesëmarrje si asnjëherë tjetër për rrëzimin e diktaturës. Opozita do të mbajë protestën e tretë qytetare në orën 18 sot para kryeministrisë. Sekretari politik i Partisë Demokratike Dega Lushnjë Klement Çela në një deklaratë për mediat u shpreh se pjesëmarrja do të jetë si asnjëherë më parë anëtarëve dhe simpatizantëve lushnjar në këtë protestë që organizohet në datën historike të 20 shkurtit, ditën e rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha. Sipas tij, kjo revolt do të jetë ndryshe, pasi simbolika e kësaj date është rrëzimi i diktaturave. Protesta e 20 shkurtit, pra e ditës sotme, është ndryshe nga protestat e tjera. Ne kemi thënë ndryshe gjithmonë, por realisht kjo është ndryshe në themel të saj, sepse është një protestë e cila ka një simbolik mjaft e rëndësishme për kombin dhe historinë e kombit tonë. Në 91-shin, 20 shkurt, studentët, qytetarët shqiptar rrëzuan bustin e diktatorit Enver Hoxha. Fatkeqësisht edhe në ditën e sotme jemi në të njëjtat kushte. Na duhet që neve si qytetar të rinj, por çdo qytetar tjetër i Republikës Shqipërisë duhet që të ripërballet me këtë situatë. Është mjaft e domosdoshme sot që secili prej nesh të bashkohet dhe të vinë protestë, sepse është dita kur qytetarët duhet marrin fatet e tyre në dorë. Duhet edhe një herë të rrëzojmë neodiktaturën dhe neodiktatorin Edi Rama. Kështu që për sa i përket kësaj, ne si degë e Partisë Demokratike Lushnjë jemi organizuar si çdo protestë. Siç e kemi thënë dhe herë tjetër, organizimi jonë është në mënyrë individuale. Interesi ka qenë shumë i lartë për shkak dhe të simbolit që ka kjo ditë. Kështu që do të marrim pjesë si asnjëherë më parë. Do të marrim pjesë si asnjëherë më parë në këtë, le të themi, në këtë revolt, patjetër qytetare, ku çdo qytetari i Republikës Shqipërisë kërkon dhe duhet të marrë fatet e tij në dorë. Sot janë njerëzit ata që duhet të vendosin dhe jo më Edi Rama dhe klika e tij. Kështu që sot ora 18 përpara kryeministrisë, çdo qytetar duhet të bëjë që t'i dëgjohet zëri i tij. Ndërkohë, policia e Tiranës ka njoftuar qytetarët se nuk e ka lejuar zyrtarisht zhvillimin e tubimit për shkak të riskut të dhunës, pas protestave të mëparshme ku pati persona të maskuar që hodhën bomba molotov dhe lëndë piroteknike, por forcat e rendit do të jenë të pranishme për të garantuar sigurinë. Banorët e fshatrave të Fierit përballen 3 herë brenda pak muajsh me përmbytje të tokave dhe kulturave bujqësore nga heci i banjës. Rishjet e dendura të ditëve të fundit të shoqëruara me shkarkime nga heci i banjës, të cilat arritën deri në 100 metër kub për sekond, sollën sërish prurje të mëdha në lumenjtë e qarkut Fier, sidomos në lumin Seman, që rriti prezencën e ujit në sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore, të kultivuara me prodhime të stinës në disa fshatra, por më problematike situata paraqitet në fshatrat Petov dhe Mbrostar të bashkisë Fier. Banorët thonë se është e treta herë radhazi që përmbyten brenda disa muajsh, duke u shkaktuar dëme të parikuperueshme në ekonomitë e tyre bujqësore, teksa fajsojnë një zëri shkarkimet e pakontrolluara. Nuk kemi të rrezi fare, se çfarë do bëhet nuk e di. Dima s'po na japin, asnjë gjë. As pezime, as për baktit, as për një gjë. E mbova aslin, e mbyti lumi e beri lutë së tinë. Se ku do vëmë, se çfarë do bëjmë, një zot e di. Erdhi komisioni, sa pak kështu ikën edhe se që bëjnë, marën paratë, hikën ata, gjeposen për vete edhe popullin e kanë lënë në shirtë fatit. Është herë të tretë që ne përmbytemi, më janë përmbytur 5 dylymë jonsh edhe 2 dylymë gjysmë elbë. Dhe dëm shpërblimi jonë nga pushtetarët vendor që ka ardhur, është thjesht mos pagimi i taksës vjetore. Që taksa vjetore 5.000 lekë dylymi i bie 35.000 lekë vjetra. Dëmi nuk është 35.000 lekë, është më shumë. Në para s'ka ndodhur, këtë vit ndodhi vetëm ajo. Në para binte që ikte, por nuk kishe kaq prurje. Si vjet që erdhën prurjet komplet ujit. Përveç tokave bujqësore, për të tretën herë janë përmbytur edhe banesat. Jetoj prej 25 vitesh në këtë zonë, thot Sulo Tafa, por një përmbytje të tillë nuk e kemi parë asnjëherë. Si vjet që në nëndor jam mbytur unë dhe 3 herë ka ardhur uji. 3 herë janë hapur porta, 3 herë më ka ardhur uji brenda.
Sipas jush pra është Vetëm lumi digat. apo Jo, s'ka faj lumi. Ka faj digat i hapin ata. Mbushin kuotat plot ata për vetë tyre, pastaj hapin se ç'a bëhet poshtë, nuk do të di. Mi për tokat, se tokat po pyesim mene, taksat i pagojmë dhe gjasfitojmë, vetëm his lek kot, i lëm ashtu çajire, të rrin kështu tokat. Pas situatave të ngjashme të regjistruara gjatë muajve janar dhe nëntor, dëmet e njëpasnjëshme kanë rënduar më tej gjendjen ekonomike në zonë. Në bordin e paqes në Washington u premtua $7 miliardë ndihmë për ndërtimin e Gazës nga vendet anëtare përfshirë edhe Shqipërinë e Kosovën. Kryeministri Rama në fjalën e tij kërkoi ndihmën e presidentit Trump për lirimin e drejtuesve të UÇK-s. Shqipëria u rendit mes vendeve që mbështesin financiarisht dhe ushtarakisht procesin e rindërtimit të Gazës bashkë me Kosovën, duke konfirmuar kështu lidhjen e ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Rama u shfaq krah presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, në takimin e bordit të paqes në Washington. Kryeministri Rama në fjalën e mbajtur në këtë bord ka kërkuar ndihmën e presidentit Trump për të shpëtuar nga padrejtësitë e Hagës Hashim Thaqin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të cilat prokuroria speciale ka kërkuar nga 45 vite burgim. Për hir të Zotit, Zoti President, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish, deklaroi kryeministri Rama, duke i kujtuar presidentit Trump se Thaçi u arrestua në momentin që do të nënshkruante marrëveshjen historike të paqes së përhershme me Serbinë, ndërmjetësuar nga vetë Donald Trump në mandatin e tij të parë. Gjithashtu kryeministri theksoi se urdhri i arrestimit u dha nga prokurori Jack Smith, i cili hetoi edhe Donald Trump për trazirat e 6 maj 2021 në Kongresin Amerikan. Pas fjalimeve përshëndetëse, u zhvillua një takim mes presidentit Trump, presidentes Osmani dhe kryeministrit Rama. Kryeministri Rama publikoi një video kartolin me momente nga aktiviteti duke theksuar rolin e Shqipërisë në këtë nismë ndërkombëtare pas takimit të parë të bordit të paqes në Washington. $7 miliardë u zotuan antarët e këtij bordi të mbledhin sipas presidentit amerikan Donald Trump. 2 persona, motor dhe vëlla, janë proceduar në Lushnjë pasi kanë kërcënuar një avokat. Procedohen edhe disa shtetas të tjerë për vepra të ndryshme penale. Procedohen penalisht në Lushnjë motor dhe vëlla se kërcënuar një avokat. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AN, 36 vjeçe dhe NB, 29 vjeç, motor e vëlla, banues në fshatin Çerm e Sipërme, pasi kanë kanosur për shkak të detyrës shtetasin KI, avokat, thuhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor të DVP Fier arrestuan shtetasin R, 51 vjeç, banues në fshatin Fier Shegan Lushnjë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të ndehur. Ndërkohë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit FT, 38 vjeç, banues në Fier, pasi ka dëmtuar një automjet që e kishte marrë me qira dhe nuk ka shlyer detyrimet për dëmin e shkaktuar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AD, 26 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një farmaci, dhe XH, 56 vjeç, banues në Fier, pasi ka kallëzuar vjerra e tij se ai nuk liron një ambient që i kishte marrë me qira asaj dhe pse ka përfunduar kontrata. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Presidenti francez Macron përplaset me kryeministren italiane Meloni. Mbaj vendin tënd, mos ndërhyj në punët e Francës, e ka paralajmëruar ai. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar kryeministres italiane Giorgia Meloni që të mos përzihet në punët e brendshme të Francës, kur ajo dënoi vrasjen e një aktivisti 23 vjeçar të krahut të djathtë në Lyon, i cili vdiq nga lëndimet në kokë pasi një grup njerëzish e rrahën atë në një protest të krahut të djathtë jashtë një universiteti javën e kaluar. Prokurorët thanë të njëjtën se do të ngrinin akuza për vrasje kundër 7 dyshuarve, përfshirë një asistent parlamentar francez i cili punonte për një ligjvënës të krahut të majt në asamblen kombëtare. Shumica e 11 të dyshuarve që u ndaluan për sulmin janë nga lëvizje të majta ekstreme, përfshirë grupin antifashist Young Guard, thanë burime pranë hetimit.
Vrasja ka nxitur tensione politike në Francë para zgjedhjeve komunale në mars dhe garës presidenciale të vitit 2027, në të cilën partia ekstreme të djathtë Tubimi Kombëtar konsiderohet se ka shansin e saj më të mirë deri më tani për të fituar postin e lartë. Të mërkurën kryeministria Meloni, një nacionaliste e krahut të djathtë, tha se vrasja ishte një plagë për të gjithë Evropën dhe u ankua për një klim urrëtieje ideologjike. Le të qëndrojë secili në vendin e vet, u kundërpërgjigj Macron. Presidenti francez i tha kryeministres të ndalonte së komentuari për atë që po ndodh në vendet e tjera. Ai u shpreh se ishte i goditur nga fakti se njerëzit që janë nacionalistë, që nuk duan të shqetësohen në shtëpinë e tyre, janë gjithmonë të parët që komentojnë për atë që ndodh në vendet e tjera. Burime nga qeveria italiane shprehën habi nga paralajmërimi i Macron. Ato thanë se Meloni kishte shprehur ngushëllimet dhe zhgënjimin e saj të thellë për vrasjen tragjike të të riut dhe kishte dënuar klimën e urrëties ideologjike që po përshkon disa vende evropiane dhe nuk ndërhyri në asnjë mënyrë në punët e brendshme të Francës. Macron dhe Meloni janë përplasur edhe më parë për të drejtat e abortit dhe migracionin gjatë një marrëdhënieje të tensionuar. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.